Në masa të rrepta sigurie, Gjevdet Plaku, Flobenc Meqja, Voltan Xhani dhe 4 të arrestuarit e tjerë u paraqitën në gjykatën e Durrësit për t'u njohur me masën e sigurisë. Seanca zgjati për më shumë se 2 orë, ndërsa për 5 prej tyre, trupa gjykuese vendosi arrest në burg. Në qeli do të qëndrojë Gjevdet Plaku, i cili ishte në kërkim ndërkombëtar, pasi kërkohej nga autoritetet italiane, ai u aratis nga burgu i Ankonës në janar të këtij viti. Të njëjtën mas sigurie, trupa gjykuese dha edhe për Flobenc Meqen, si dhe Voltan Xhanin, të 2 personat konsideruar me rrezikshmëri të lartë shoqërore e të përfshirë në ngjarje kriminale. Arrest në burg u vendos edhe për 3 persona të tjerë, të cilët akuzohen për mos kallëzim krimi. Gjykata liroi vetëm njërin prej tyre, Alfred Hasanin, i cili do të qëndrojë në detyrim paraqitje. Edhe shoqërimi i tyre për në paraburgim u bë me masa të shtuara sigurie. Policia Barkas! Të 7 personat u arrestuan të premten në një restorant në gjirin e Lalzit. 4 prej personave ishin të armatosur dhe policia sekuestroi edhe armët, të cilat sipas bluve ishin gati për qitje. Gjatë operacionit u sekuestruan edhe shumë parash, si dhe sende të tjera.